Kur e dëgjon një fjalë për vllaut tënd, që ndoshta në moment aja thot ndoshta me hajgare, është i pavëmendshëm, ama ty të prek fort ajo fjalë në zemër. E tash ka me bo me distancu të tërësishme me vllaun tënd, me u dap për xhamatin që gjatë don shejtani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë yetullahi ma'al jamaa. Dora Allahut është me xhamatin. Prandaj prej shenjave besimtarit është vetë përmbajtja. Kur e dëgjon diçka që e prek fort, herën e parë shka wal kadhimin al ghayz. Allahu thot ata të cilët e frenojnë e përmbajnë zemrimin e tyre. Kjo është shkalla e parë. Pastaj shkalla e dytë shka thot wal afina anin nas. Wa falin njerëzve. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shkalla e tretë, Allahu i don bamirësat. Ata të cilët janë të mirë, të butë, të këndshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i butë, ka qenë i këndshëm, ka qenë i mirë. Po ashtu edhe raste kemi me sahabët, po raste kemi me dietarët e mëdhej. Ibn Taymija, rahimahullahu taala, të cilët dietarët asaj kohe, njëri prej tyre Ibn Makhluf al-Maliki, rahimahullahu taala, Allahu e falt, të nuk kanë pas Ibn Taymija. Ne u mundojshim vazhdimisht me i bokeq te sultanët asaj kohe, te halifët asaj kohe, për me burgos, për me mbyt Ibn Taymija, aty kur i ra shanca, pasi që erdh një sultan i mirë dhe e liroi Ibn Taymijen rahimullah për i burgut dhe tha që më u hakmar ndaj tyne, Ibn Taymija i fali krejt. Tha nuk dua që dikush mund të shku për shkak me i.